Dje me faljen e drekës në varrezat e qytetit të Prizrenit, me ndërime të larta qytetare u varos Ajshe Çollaku Totaj, nëna e kryetarit të komunës së Prizrenit, Sheqer Totaj, e cila ndëroi jetë më 17 prill 2026 në moshën 96 vjeçare. Në varrezat e qytetit të Prizrenit, në praninë e disa qendra qytetarëve dhe personaliteteve politike, u krye varrimi me ndërime të larta qytetare. Në këtë varrim morën pjesë edhe kryetari i PDK-s Betri Hamza, deputet të Parlamentit të Kosovës, konsulli i Turqisë në Prizren, përfaqësues të subjekteve politike, përfaqësues nga Bashkësia Kukësit, kuvendar të shumtë si nga PDK, LDK, Lëvizja Vetëvendosje dhe të tjerë, pastaj përfaqësues e zyrtar të lartë të disa komunave të Kosovës, përfaqësues të institucioneve dhe OJQ-ve, ndëruan për herë të fundit Ajshe Çollaku Totaj, nëna e kryetarit të komunës së Prizrenit, Sheqer Totaj. Çdo njeri ka për ta shijuar vdekjen dhe pastaj tek ne do të kthehet. Salavate, selame dërgojmë për Muhammed Mustafa alayhi salam, për familjen e për shokët e tij, të cilët kur i godisën dhe në sprov thonin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut dhe vetëm tek Allahu do të kthehemi. O Allah i plot fuqishëm, në këtë vend dhe në këtë varr, që është shtëpia e parë e ahiretit, e vendosëm këtë nanë, këtë gjyshe, këtë motër muslimane. Bëjmë dua tek madhnia jote që ta presish me rahmet dhe makfiretin ton, ja Rabbel Alamin. I madhi Zot, bënë nasib që këtë natë të vorrit ta kaloj me kollajllëk. Bënë nasib që të jep përgjigje të sakta në pyetjet e melekëve. Kur të pyetet për krijuesin, le të dëshmoj se krijuesi im është Allahu. Kur të pyetet për pejgamberin, le të dëshmoj se pejgamberi im është Muhamedi alayhis salam. E kur të pyetet për fen, le të dëshmoj se feja ime është Islami. Derisa për 3 ditë radhasi organizohet e pamja në mjediset e Hotel Veranda në Prizren. Ndërto me prodhime vendore.